mënyrës të hapure, gatishmërisë së presidentit dhe ekipit të tij. Jemi mirëpritur brenda kështjellës së Brukselit, si të barabartë, dhe madje na është dhënë mundësia për të ndjerë se si është kjo ndjesia e të qenit i barabartë në këtë kështjellë, kështu që kjo është diçka shumë e veçantë. Nga ana tjetër, jam entuziast vërtet që komiteti do të shërbej për qëllimin e ndihmës, për qëllimin që të nxit aktorët tanë të rriten dhe që të bën një pjesë e rëndësishme e anëtarësisë së Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në jetën e familjes evropiane si anëtare e barabartë shpejt, shpresoj.